Edhe në shërtimin e kaluar, fillestar, e kemi sqaruar se prokuria, lidhur me këta dy të pandehur, i ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për sigurimin e tyre, por të njëjtit nga koha kryes e veprës së dyshuar penale gjenden në arrati. Andaj, prokurori i shtetit, në kuptim të nenit 234 paragrafi 2 kodit procedurës penale, e ka ngritur akt akuzën në mungesë ndaj të pandehurit Endrit Lapashtica dhe Dardar Marevci, pasi që janë shterur të gjitha mundësitë ligjore për sigurimin e prezencës së tyre dhe për arrestimin e tyre. Andaj, në kuptim të njëne, 172, 173, 534 dhe 535 jam plotësuar të gjitha kushtet për më ngritë kjo akt akuzë, pasi që janë ndërmarrë masat për sigurimin e prezencës së tyre. Pra, duke filluar nga urdhra arresti, letë arrestimi vendor dhe letë arrestimi ndërkombëtar, mirë po, ata qëndrojnë në arrati. Edhe pse janë të vetëdijshëm, edhe pse janë të vetëdijshëm se ndaj tyre është duke u zhvilluar procedura penale. Dhe këtë e bëjnë me qëllim të shmangjes së thirrjeve të prokurisë dhe organe të rendit. Për këto arsye, prokurori i shtetit, duke vepruar sipas dispozitave ligjore në fuqi të theksuar më lart, po ashtu duke vepruar sipas nenit 303 paragrafi 7 i kodit të procedurës penale, i ka propozuar dhe i propozon gjykatës që të vazhdohet gjykimi në mungesë ndaj këtyre të panderëve, ndërsa sapo të arrestohen apo të paraqiten para gjykatës, ndaj tyre me njerë të caktohet masa e paralogimit. Faleminderit, prokuror. Avokat, Hasani, lidhur me atë akuzën propozimin e prokurorit të shtetit për gjykim në mungesë. Kërkuar gjyqtarët nuk e kundërshtojnë propozimin e prokurorit të shtetit që kjo çështje të vazhdohet në mungesë. Faleminderit, avokat. Avokati i të pandehurit Endrit Lapashtica, Ahmet Mendit, lidhur me këtë propozim. Në gjyqtarët ne i lëmë me diskrecion të shkollës për të ndërtuar saj. Faleminderit, avokat. Në kuptim të nenit 303 paragrafi 7 dhe 8 të kodit procedurës penale, gjykata ka ndërmarrë veprimet si në vijek. Në vefaqen e gjykatës themelore të Prishtinës me datë 3 korrik 2026 është publikuar njoftimi për mbajtjen e kësaj seance. Ftesa për seancë, akt akuza dhe objekti i shqyrtimit në këtë çështje penale si dhe thirrja për të gjithë personat të cilët mund të kenë informacione relevante për vendodhjen e të pandehurve ta njoftojnë policinë e Kosovës. Po ashtu, në vefaqen e prokurorit të shtetit është bërë publikimi për mbajtjen e kësaj seance, ftesa për seancë, akt akuza, objekti i shqyrtimit në këtë çështje penale si dhe thirrja për gjithë personat që kanë informacione relevante për të vendodhjen e të pandehurve ta njoftojnë policinë e Kosovës.
Në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës me datë 3 korrik 2026 është publikuar njoftimi për mbajtjen e kësaj seance, ftesa për seancë, akt akuza që është objekt shqyrtimi kësaj çështje penale, si dhe thirrja për të gjithë personat të cilët mund të kenë informacione relevante për vendodhjen e të pandehurve ta njoftojnë Policinë e Kosovës me datë 20 korrik 2026 për zyra për informim e gjykatës themelore në Prishtinë, nga zyra për komunikim e gjykatës themelore në Prishtinë, u dha komunikata për media, përmes të cilave u publikua njoftimi për mbajtjen e kësaj seance, ftesa për seancë, akt akuza, objekti shqyrtimit në këtë çështje penale, si dhe thirrja për të gjithë personat të cilët mund të kenë informacione relevante për vendodhjen e të pandehurve ta njoftojnë Policinë e Kosovës. Po, të njëjtën datë dhe ditën në vazhdim, njoftimi për seancë u publikua në të gjitha mediat kryesore që kanë pak në informimin e publikut dhe të gjitha këto ligje që është për publikimin, gjykata i ka siguruar. Ligjet e publikimit të mediave kemi siguruar. Konform me 303 paragrafi 3 dhe 7 të kodit procedurës penale, gjykata i ka bërë thirrje të pandehurve Endrit Llapashtica dhe Daglar Mareci të dorëzohen dhe të paraqiten sa më parë pranë kësaj gjykate që kjo çështje penale të zhvillohet në prezencën e tyre. Të gjitha veprimet e lartë përmendura janë ndërmarrë nga gjykata me qëllim të informimit të opinionit të gjerë e me këtë edhe të pandehurve për të garantuar realizimin e të drejtës së tyre, që të jenë të informuar se ndaj tyre po zhvillohet gjykim procedurë penale dhe të jepet mundësia për realizimin e mbrojtjes së tyre. Si përfundim, me qenë se nuk prezantojnë në seancë të pandehut Endrit Llapashtica dhe Daglar Mareci, si dhe deri në këtë moment nuk kemi pranuar asnjë informacion nga ndonjë person ose policia për vendodhjen e tyre, gjykata në bazë të njëjtë 303 paragrafi 7 dhe 8 të kodit procedurës penale marë parasysh se kemi të bëjmë me vepër penale të vrasjes së rënd në tentativë përkatësisht të veprës penale të vrasjes së rënd, të përcaktuar në nenin 104 të kodit penal të Republikës së Kosovës, erdhi në përfundim se gjykimi në mungesë mund të bëhet, pasi që gjykata u bën se në rastin konkret janë bërë përpjekje të arsyeshme për të njoftuar të pandehurit Endrit Llapashtica dhe Daglar Mareci për shqyrtimin fillestar për faktin se janë të pandehur dhe për ta siguruar praninë e tyre. Siç e dini, edhe më herët, në këtë akt akuzë janë të përfshirë edhe 7 të pandehur të tjerë për të cilët gjykimi është mbajtur para më shumë se 2 muajve, respektivisht me 6 maj, dhe arsyeja pse ne kemi ndarë platën, kemi veçuar realisht, jemi mundu që këtyre 2 të pandehurve t'ju japim mundësi që të paraqiten dhe të paraqesin zhvillimi i procedurës penale ndaj tyre të bëhet në prezencën e tyre në mënyrë që ta mbrojnë të drejtat e tyre të garantuara me kushtetutë dhe ligjet pozitive në vend, por që deri në këtë moment ata nuk janë paraqitur, andaj konformi 303 paragrafi 7 dhe 8 të kodit procedurës penale marr akvendim mbahet gjykimi në mungesë ndaj të pandehurve Endrit Llapashtica dhe Daglar Mareci me objekt shqyrtimi akt akuzën e prokurisë themelore në Prishtinë, Departamenti për krime të rënda në Shenjën, PPN Romak numër 178/2024 12/2026, ku i pandehurit Daglar Mareci akuzohet për shkak të veprës penale në bashkëkrye me të pandehurit Korab Kashi, Valdrin Ademi, Ed Mareci, si dhe personat NN është vepra penale vrasje në tentativë nga neni 173 paragrafi 1, paragrafi 1.5 dhe 1.11 lidhur me neni 28 dhe 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprës penale mbajtje në pronësi, kontrollës së posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës, ndërsa i pandehurit Endrit Llapashtica akuzohet për veprën penale të kryer në bashkëkrye me të pandehurit Robert Lumnica, Salise Kiraqa dhe Fatos Abasi, vrasje rënd nga neni 173 paragrafi 1 në paragrafi 1.5 dhe 1.11 lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprën penale mbajtje në pronësi, kontrollës së posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës.
I akuzuari Dardan Marevci do të përfaqësohet nga mbrojtësi i tij avokati Yll Hasani gjatë gjithë rrjetës së procedurës penale, ndërsa i akuzuari Drita Bashkënica do të përfaqësohet nga mbrojtësi i tij avokati Muhamet Mehmeti gjatë gjithë rrjetës së kësaj procedure penale. Konstatoj se janë plotësuar kushtet ligjore për mbajtjen e shqyrtimit fillestar, andaj marr atë vendim. Mbahet shqyrtimi fillestar, i cili është i hapur për publikun. Konformimi 296 paragrafi 2 të kodit procedurës penale njoftoi personat e pranishëm që të sillen si duhet dhe mos ta pengojnë punën e gjykatës, pasi që konformimi 297 paragrafi 1 të kodit procedurës penale kemi kompetencë të gjitha nga që prishin rendin dhe qetësinë tim, shqiptojmë drejtit të nxirrim nga gjykatoria apo edhe ti dënon me gjop deri në 1000 euro. E gjithë rrjedha shqyrtimit fillestar do të audio-incizohet dhe do të mbahet proces verbal me shkrim, ndërsa nuk do të kemi regjistrim në mënyrë video dhe stenografike të shqyrtimit gjyqësor të paraforme në 311 kodit procedurës penale për shkak të mungesës së pajisjeve për kazin e kësaj. Atëherë, identiteti i të pandevëve Dardan dhe Endrit është sipas atakusë së prokurorisë themelore në Prishtinë, po i pandevëve Endrit Bashkënica është nga Ioti Sabri, lindur me datë 20/1996 me numër personal kemi është i aktakuzës me vendbanim në rrugën Rustem Statoci pa numër Prishtinë, drejt e ligjit ka të lëshuar urdhër arrest ndërkombëtar i pandevrit Dardan Marevci nga babai Mara Dharama Mevlude, Gjinis Bashi, lindur me datë 16 shtator 86, numër personal e kemi, me adresë banimi në rrugën Bajram Bahtiri, numër 68 Prishtinë, e kemi edhe një numër telefonit, natyrisht që nuk i funksionon ky numër. Bazë të 240 paragrafi 3 kodit procedurës penale, konstatoj se të pandevurve, mbrojtësit e të pandevurve në fakt janë pajisur me një kopje të aktakuzës. Plus prokurorin e shtetit në shte janë përbush obligimet ligjore nga 239 i kodit procedurës penale, pajisja me prova shkresa tonë të avokatëve mbrojtës. Po ndëruar zonë qytetare, të gjithë avokatët i kanë marrë pajisje me shkresë të lancës. Faleminderit prokurorit shtetit, në bazën e 241 paragrafi 3 procedurës penale të prokurorit shtetit që ka lexuar dispozitivin atë. A ka nevojë avokat? Nëse parti janë pajtimet, mos më lexohet akuza për shkak se u lexon herë dhe pastaj e kam kuptuar që në rregull, avokat. Nisaj edhe një jemi të pajtimin që mos lexohet për shkak se është lexuar në shqyrtimin e vajtuar. Përfaqësuesi i autorizuar Një qytetarë s'ka nevojë. mbrojtësit e të pandevurve Dardan Marevci, avokati Yll Hasani dhe mbrojtësit e pandevurve Drita Bashkënica, avokati Muhamet Mehmeti deklaron se nuk ka nevojë që të lexohet aktakuza, po ashtu pasuesi të dëmtuarës Deniza Lidima, avokati Kadri Meki që deklaron se nuk ka nevojë që të lexohet aktakuza. Të gjithë mbrojtësit dhe pasuesi deklarojnë se aktakuza është lexuar në shqyrtimin fillestar të datës 6 maj 2026 për të pandevurit e tjerë, për të cilët që janë pjesë e kësaj aktakuze dhe është duke vërtetuar shqyrtimi gjyqësor ndaj tyre. Atëherë, kryetari i trupit gjykos i njofton mbrojtësit e të pandevurve që në afat prej 30 ditësh keni të drejtë të parashtroni kërkesë për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave, ashtu siç parashik me nenin 243 dhe 244 të kodit procedurës penale. E keni qartë avokat, 30 ditë afat i keni për të parashtruar kërkesë për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave. A keni vërejtje në proces verbal? Jo vërejtje. Pa. Falet e kalurë se i proces nuk kanë vërejtje në proces verbal. Shqyrtimi fillestar përfundoi në ora 9:26.